Po personat që digjen e bëhen shkrumb e hi ku i bëhen pyetjet e varrit, a shkojnë në xhenet? Atëherë, njeriu është i përbërë nga trup e shpirt. Mbasi ndron jetë, vazhdon udhëtimin e tij shpirti. Dhe patjetër, një pjesë e trupit e kanë vërtetuar edhe shkencëtarët nuk tretet. E prej saj do të ringjallen njerëzit ditën e gjykimit. Gjithsesi pyetjet e varrit do t'i bëhen çdo njeriu. Kush është Zoti yt? Cila është feja jote? Kush është pejgamberi yt? Besimtari, ai që ka besuar Allahun, ka vepruar vepra të mira, do të thotë Zoti im është Allahu. Feja ime është Islami, pejgamberi im është Muhamedi alayhis salam. E ky njeri do të shkojnë në xhenet, do të ringjallet dhe do të shkojnë në xhenet. Ndërsa mohuesi, i cili nuk ka besuar Zot, nuk ka dash me ditë për Zot, për urdhrat e Zotit, s'ka dash me ditë për familje, fis, nuk do të përgjigjet dhe do të shkojnë në zjarr, Zoti na ruajt.